Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, në zgjedhjet lokale numërimi votave të kandidatëve për kryetarët e komunave bëhet në vendvotime dhe rezultatet evidentohen në formular të cilet pastaj publikohen edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkaq, sipas rregullorëve zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale, në këto qendra do të bëhet verifikimi i rezultateve nga formularë, pra të cilet janë plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletvotimeve. Ky aktivitet, pra verifikimi i rezultateve, ka filluar në të gjitha qendrat komunale të numërimit dhe do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë si dhe në prezencë të vëzhguesve. Në këto momente, në platformën e rezultateve të KQZ-s, ka filluar që të bëhet edhe publikimi i rezultateve pas verifikimit i cili po bëhet në qendrat komunale të numërimit. Numërimi i fletvotimeve nga votimi me kusht, i fletvotimeve nga votimi persona me nevoja të veçanta dhe i fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës do të bëhet në qendrën e numërimit dhe të rezultateve pas disa ditësh. Sipas të dhënave preliminare, nga 20 vendvotime me kusht në 18 komuna të vendit, në përgjithësi janë evidentuar 729 zarfe me fletvotime. Këto zarfe ende nuk janë verifikuar. Kjo do të ndodhë brenda disa ditësh pas skanimit të listës së votuesve, procesi i cili na mundëson të dimë nëse ndonjë nga votuesit me kusht ka votuar edhe në vendvotimin e tij të rregullt. Sa i takon votimit të personave me nevoja të veçanta, sipas të dhënave, nga ky lloj votimi janë më shumë se sipas të dhënave nga votimi personave me nevoja të veçanta janë më shumë se 1440 qytetarë të komunave të ndryshme që kanë votuar do të thotë përmes ekipeve mobile jashtë vendvotimeve nga 2521 sa ishin të regjistruar. Dhe sa i përket votimit jashtë Kosovës përmes postës, njoftojmë se tërheqja e dërgesave postare nga 22 kutit postare jashtë Kosovës do të bëhet së shpejti gjatë këtyre ditëve. Numri votuesve të regjistruar për votim jashtë Kosovës në këto 18 komuna ishte 29.725. Aktualisht ne nuk e dimë se sa prej këtyre votuesve të regjistruar kanë votuar dhe sigurisht se kjo do të bëhet e qartë pasi të bëhet fillimisht tërheqja e këtyre pakove nga kutit postare dhe pas procesit të verifikimit që zhvillohet në QNR. Lidhur me certifikimin e rezultateve të kuvendeve komunale, pra të zgjedhjeve që janë mbajtur më 12 tetor. Siç e dimë, 3 nëntor, KQZ ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kuvende komunale dhe menjëherë pastaj ka filluar e drejta e kandidatëve për të paraqitur ankesat e tyre në PZAP dhe sipas informacioneve që kemi, janë një numër i konsiderueshëm janë ankesave që janë paraqitur në PZAP. Do të thotë për të ardhur deri tek certifikimi e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për kuvende komunale, KQZ do të pres përfundimin apo shqyrtimin e të gjitha çështjeve e këtyre ankesave nga PZAP dhe pastaj nëse eventualisht palët do të vazhdojnë ankimimin në gjykatën supreme, sepse në rast se nuk pajtohet me vendimin e PZAP-it, është e drejta për të vazhduar ankesën në gjykatën supreme. Pra do të presim që të përfundojë vendimarrja fillimisht në PZAP, pastaj eventualisht në gjykatën supreme për të proceduar me certifikimin e rezultatit të kandidatëve që janë në garë për kuvende komunale. Sa i përket shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të raundit të dytë të procesit që zhvilluar gjatë ditës së djeshme, siç e kemi shpjeguar edhe në hera të kaluara, shpallja e rezultateve përfundimtare vjen pasi të bëhet procesi verifikimit të rezultateve, i cili është duke zhvilluar aktualisht në 18 qendra komunale të numërimit, pasi të bëhet numërimi i fletvotimeve nga votimi me kusht i persona me nevoja të veçanta dhe i fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës. Në kohën kur të përmbyllen të gjitha këto procese, atëherë KQZ mund të shpallë rezultatin përfundimtar. Sipas planifikimeve, shpresojmë që më së largu brenda 1 javë apo 10 ditë, KQZ të mund të shpallë rezultatin përfundimtar